Në çdo kënd të botës, familja është themeli mbi të cilën ndërtohet shoqëria. Si qeliza baze e organizimit social, shëndeti dhe stabiliteti i saj reflektohen në çdo aspekt të jetës kombëtare. Në perspektivën islame, familja është institucioni i frymëzuar nga Zoti i gjithësisë. Kjo është një vërtet e kumtuar nga mësimet hyjnore të shpallura nga Allahu xhalla xhelaluhu. Kurani e shpreh qartë në ajetin kuranor ku thot: "O njerëz, friksohuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femra. Dhe friksojuni Allahut me emrin e të cilit ju kërkoni të drejtat e ndërsjellta dhe ruani lidhjet farefisnore. Se vërtet Allahu është përherë mbikëqyrës mbi ju." Familja është institucion i frymëzuar nga Allahu që me krijimin e njeriut. Pra, familja është sistemi më i vjetër shoqëror. Familja është celula bazë e shoqërisë njerëzore. Allahu krijoi njeriun e parë, bashkë me të krijoi edhe familjen. E në këtë kontekst mund të themi se familja është diçka hyjnore. Familja jo vetëm që formon karakteret individuale, por vendos edhe bazat e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike. Familja është gur themeli i shoqërisë, që do të thotë që sa më i fortë jetë ky themel, sa më e shëndetshme të jetë familja, aq më e shëndetshme është edhe shoqëria. Shpesh feja islame fokusohet te familja, sepse familja është një nga vendet ku natyra njerëzore mund ta shprehë në mënyrën më të mirë veten e vet dhe të vëjë në praktik vlerat më të larta morale, siç është dashuria, besnikëria, respekti, ndershmëria, drejtësia e tjerë. Themeli i familjes sipas Islamit është dashuria, mëshira dhe prehja. Allahu në Kuranin famlar thotë: "Dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë." Ky ajet kuranor i fton të gjithë të mendojnë dhe reflektojnë thellë mbi familjen. Ajo është bërthama e shoqërisë prej së cilës varet ekzistenca e shoqërisë. Familja me stabilitetin dhe verat e saj luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Ky rol lidhet më shumë, mund të themi, me funksionet e familjes. Familja s'pari ka funksionin biologjik. Kurani e fton shoqërinë të mendojë thellë mbi familjen. Nëse në familje nuk ka dashuri, por ka urrëtie, shoqëria duhet të shqetësohet për këtë. Nëse në familje nuk ka mëshirë, por ashpërsi, shoqëria përsëri duhet të shqetësohet. Nëse familja ka një sëmundje, atëherë e gjithë shoqëria është e rrezikuar nga kjo sëmundje. Në këto kushte, familja ka një rol parësor në edukimin e brezave dhe shoqërisë. Së dyti, ajo ka funksionin edukativ. Mësimet e para të çdo personi që mund të ketë arritur shkallë të ndryshme zhvillimi e kanë bazën nga familja. Aty janë marrë mësimet e para. Prindrit duhet ta edukojnë në fëmijën jo vetëm me fjalë, duhet të merren me ata duke i dhënë shembullin e tyre. Pra, fëmijët mësojnë atë që shikojnë, jo atë që dëgjojnë, dhe praktikojnë atë që shikojnë dhe jo atë dëgjojnë. Pra, nuk mjafton vetëm fjalët, por duhet japin shembullin e tyre. Gjithashtu këtu besoj që luan rol të rëndësishëm dhe raportet që prindrit nxisin midis fëmijëve në familje. Fëmijët me njëri tjetrin nuk duhet thjesht të kryen ato detyra ndaj prindërve të tyre. Ata duhet të jenë të sjellshëm me njëri tjetrin, të mbështesin sjelljet e mira, të mos mbështesin zullumet, padrejtësitë, sjelljet e padëshiruara. Gjithashtu në raportet vlla-motër, motër-motër, vlla-vlla, ka një rol shumë të rëndësishëm në mënyra se si prindi i trajton ata. Duhet i trajtojë me drejtësi, me korrektësi, me qëllim që të mos ketë në të ardhmen mos shkuesi midis këtyre, siç ndodh rëndom në kohët e sotme.
dhe që të eliminohet kjo pjesa e fërkimit midis këtyre në të ardhmen. Së treti, ajo ka funksionin ekonomik dhe pa ekonomi, shoqëria njerëzore nuk ka kuptim. Së katërti, familja ka funksionin social, kulturor, me të cilat ka ndikimin e saj në shoqëri. Një shoqëri e zhvilluar nuk mund të kuptohet pa njerëz me kulturë, pa njerëz të mirë arsimuar dhe pa njerëz të cilët i japin vlera shoqërisë njerëzore. Vlerat e modelit islam të familjes janë mënyra më e mirë për të formuar një shoqëri të qëndrueshme. Islami thekson rëndësinë e dashurisë, respektit dhe përgjegjësisë mes anëtarëve të familjes. Ky model ngulmon në besimin dhe ndihmën e ndërsjellët, duke krijuar një mjedis të shëndetshëm dhe mbështetës për fëmijët dhe për zhvillimin e tyre moral. Sot, kur të gjithë vlerat njerëzore, pra edhe ato fetare, janë lëkundur, ku edhe vlerat e institucionit të familjes islame nuk janë kursyer, shprehet nevojë e madhe që vlerat e familjes të ruhen, që jeta familjare të kthehet në rrugën e saj të vërtet, që këtij institucioni hynor t'i jepet forma e atill çfarë duhet të ketë. Familja islame nxit besimin në Zot, praktikat fetare si agjërimi, namazit, të cilat formojnë dhe zhvillojnë tek njeriu ndjenjen e ndershmërisë, dhe drejtësisë dhe përgjegjësisë. Njeriu forcon lidhjen me Allahun dhe bëhet gjen paqen dhe qetësinë në jetën e tij. Gjithashtu, edukimi i parimeve islame vë theksin te uniteti dhe bashkëpunimi. Individët në familjet islame kanë atë nxitjen për të bashkëpunuar, për të punuar së bashku në familje, por edhe në komunitet dhe të mbështesin njëri tjetrin në çdo hap, në çdo vështirësi që mund të kenë. Gjithashtu, edukimi islam fokusohet edhe tek vlerat e larta morale, siç janë drejtësia, ndershmëria, modestia, respekti për të tjerët. Dhe të gjitha këto bëjnë që njeriu ose individi të veprojë me drejtësi dhe të veprojë me integritet në çdo aspekt të jetës së tij. Familja islame promovon kujdesin dhe respektin ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj të moshuarve, dhe gjitha këto bëjnë që individët të lidhen ngushtë me anëtarët e familjes dhe me ata të komunitetit. Gjithashtu, një nga gjërat më të rëndësishme të jetës islame është edhe bamirësia. Individët të cilët janë rritur në familje ku është brumosur bindja islame, kanë shumë të theksuar atë ndjenjen e dëmshurisë, dashurisë për njëri tjetrin dhe ndihmojnë njëri tjetrin, ndihmojnë njerëzit që kanë nevojë për ndihmë. Janë gjithmonë pranë tyre. Gjithashtu dhe një gjë shumë e rëndësishme për sa i përket edukimit islam është dhe fakti që ata, më thënë, feja islame nxit edukimin, arsimimin. Duke nxitur tek fëmijët arsimimin, ai jep një kontribut shumë pozitiv në shoqëri. Ndërkohë që botës i shtohen presionet moderne si teknologjia dhe ndryshimet socio-ekonomike, familja përballet me sfida të reja që kërkojnë zgjidhje të mençura. Sfidat me të cilat përballet familja e sotme, qoftë në botë, po veçanërisht familja shqiptare, sot janë të shumta. Me ndryshimet globale, të cilat janë evidente, pothuajse kudo në çdo shtet botës, natyrshëm që familja në momentet caktuara edhe është prekur. Dhe për këtë mund të themi se në disa vende të botës është ndërhyrë në ligje ku është cënuar familja ndërmjet hartimit të ligjeve, të cilat, domethënë, e sfidojnë familjen në një mënyrë apo në një tjetër. Kështu që në këtë kuadër ka
rëndësi të madhe mbrojtja e familjes. Disa nga sfidat me të cilët përballet familja islame në shoqërinë e sotme janë disa. E para fillon me krijimin e familjes, martesa, gjetja e bashkëshortit, gjetja e bashkëshortes, ushqimet halal, konsumimi produkteve sipas kritereve islame, mbulesa në shkollë, në punë apo në institucione, televizioni, edukimi i fëmijëve, edukimi fetar në shkolla, shkollat me edukim të përzier vajza dhe djem e të tjerë. Në vend që familja të jetë burim qetësie, familja është shndruar në burim zënkash, grindjesh, krizash dhe divorcesh. Kjo gjendje është tregues i qartë i humbjes së dashurisë dhe mëshirës në familje. Kjo gjendje në fakt është tregues dhe një problemi shumë madhor. Kjo gjendje tregon që ka problem në marrëdhënien e njeriut me krijuesin e gjithësisë. Në momentin që marrëdhëniet e njeriut me krijuesin dobësohen, atëherë fillojnë problemet. Kjo është e vlefshme si për familjen, ashtu edhe për shoqërinë. Është një gabim i madh të mendosh që këto probleme nuk kanë lidhje me marrëdhënien e njeriut me krijuesin e gjithësisë. Për familjen shqiptare në mënyrë të veçantë mund të themi që në kushtet aktuale është ndeshur me dy probleme kryesore. Së pari me emigracionin. Emigracioni i brendshëm ka bërë të mundur që të ndryshoj struktura e familjes, të paksohet numri i familjarëve brenda një familje, mbasi janë larguar qiftet në rajonet të ndryshme të vendit dhe kanë mbetur veçanërisht në zonat rurale vetëm pleqt. Së dyti emigracioni jashtëm. Emigracioni jashtëm mund të themi se në një farë mënyre e ka cënuar familjen shqiptare, gjë për të cilën ne duhet të luftojmë, ta ruajmë dhe ta mbajmë të gjallë traditat e mira që ajo ka. Duke shkuar në emigracion, natyrshëm që familjet e reja kanë bërë edhe ndryshime dhe jemi dëshmitarë për këtë. Ka persona cilët kanë ndryshuar emrin apo fen, kështu që zakonet apo traditat përshtatur me vendin ku ato banojnë dhe jetojnë. Kështu që në këtë këndvështrim mund të themi se familja rezultat i emigrimeve ka pësuar ndryshime në strukturë dhe në përmbajtje. Detyra jonë, edhe si prindër, si qytetar, edhe si bashkëkombas, është që me këto familjarë të cilët jetojnë jashtë vendit, të komunikojmë sa më shpesh me qëllim që të ruhen traditat tona fetare, traditat tona sociale, kulturore, me qëllim që të mbajmë gjallë identitetin tonë kombëtar. Ne në jetën e sotme përballemi me shumë probleme. Teknologjia është një nga ato, normalisht. Teknologjia është me të vërtet një moment shumë delikat në jetën sociale. Shumë i vështirë për të shmangur. Ne kemi fëmijë vetë, kemi telefonat në përduar, kemi televizorin, internetin në përduar, gjithë kohës 24/24, por unë si prind i kam lënë një orar të saktuar fëmijës për telefonin. Telefon fëmija im nuk ka, edhe nuk kam ndërmend, inshallah për momentin që t'ua marr fëmijëve një telefon të paktën pa bërë moshën, pa plotësuar moshën 18 vjeçare. Në qoftë se do ta marrë telefonin, do ta marrë për argëtim, në qoftë se do ta marrë për një informacion që mund t'i duhet në shkollë dhe gjithmonë i kontrolluar nga unë. Pra në qoftë se do t'jetë në çdo familje, kjo gjë atëherë nuk ka pse familja të rrëshqas. Se prandaj ka degeneruar shoqëria në ditët e sotme, sepse ka rrëshqitur familja. Lëp shumë për dëshiruar mënyra se si prindrit i edukojnë fëmijët. Kujdesi për familjen, unë mendoj se është një detyrë e çdo qytetari, e çdo individi, që të kujdeset për ruajtjen, forcimin e familjes, ndërkohë edhe për ruajtjen e lidhjeve familjare brenda familjes. Mbasi në kushtet e sotme të teknologjisë, ku sidomos brezi i ri ka ikur shumë mas pamjeve televizive, të kompjuterit, të internetit e tjerë,
sikur ka një farë zbehje, si thua, të marrëdhënieve prindër-fëmijë, jo se nuk e duan njëri tjetrin, por sepse nuk është ajo afërsi që ka qenë ndikuar në këto rrethana. Prandaj është detyra jonë që të punojmë për të ruajtur dhe forcuar familjen. Ndërkohë, unë mund të them, duke qenë se kam punuar një jetë të tërë në arsim, mund të them që edhe në të kaluar, po edhe sot, shkolla, një ndër kolonat e punës edukative është bashkëpunimi me familjen. Pra, ky është një detaj i rëndësishëm ku shkolla në bashkëpunim me familjen mund të realizojë një edukim të shëndosh të fëmijëve, të brezit të ri, i cili do të marrë në dorë të ardhmen e shoqërisë njerëzore. Sa të respektuar të jenë pjesëtarët e familjes, ndaj të drejtave dhe detyrave të njëri tjetrit, aq e shëndosh është edhe shoqëria. Ashtu si çdo gjë tjetër, edhe marrëdhënia bashkëshortore është një nga mirësitë e shumta dhuruara njeriut nga ana e krijuesit të gjithësisë, sepse është ai që e krijoi njeriu në çift. Është ai që mbolli dashurinë në zemrat e njëri tjetrit, është ai që gdhendi mëshirën në qenjet e tyre. Në këtë mënyrë, ata bashkëshortët arritën qetësinë dhe lumturinë bashkëshortore dhe familjare. Për zhvillimin dhe kultivimin e dashurisë dhe mëshirës, bashkëshortët së pari duhet të ndërtojnë ambientin e përshtatshëm për dashurinë dhe mëshirën. Edhe fëmijët që do të rriten në një ambient plot dashuri, në të ardhmen do të krijojnë familje me bazë dashurinë dhe mëshirën. Nga kjo pikpamje, familja është shkolla e dashurisë dhe mëshirës. Të mos harrojmë se qetësia dhe prehja në familje është një dhuratë hyjnore. Nëse nuk ja ndërpresim rrugën dashurisë dhe mëshirës, kjo dhuratë patjetër do të arrijë tek ne. Të mos harrojmë se lumturia e të dy botëve fillon prej këtu. Familjet që ndërtohen mbi vlera të forta dhe një lidhje të fortë fetare dhe kulturore, shpesh prodhojnë breza të ekuilibruar dhe të përgjegjshëm. Investimi në shëndetin dhe mirëqenien e familjes së sotme është kyç për të siguruar të ardhmen e kombit. Ndërsa shoqëria vazhdon të evoluojë, roli i familjes mbetet i pandryshuar. Duke ruajtur dhe forcuar këtë rol, ne sigurojmë jo vetëm të ardhmen e fëmijëve tanë, por edhe të kombit në tërësi.